shpesh harrojmë që gjanat bukura na rrethojnë, ne të tillë na ofron edhe festivali i cili zgjat 3 ditë apo? Po, zgjat 4 ditë. 4 ditë, do me thonë është 4 ditë. Po për ata të cilët, edhe pse është viti 8, nuk e kanë pas mundësinë me qenë që i ftojmë me marrë pjesë, çfarë do të ketë këtë vit festivali, Deniz? Festivali multikulturor ka qenë çdo vit për neve një angazhim i cili ka sjell kulturën e komuniteteve Roma Shkali dhe Egjiptian pak, nëse kisha më të thonë. Për shkak se shumicën e rasteve komunitetet Roma Shkali Egjiptian janë prej komuniteteve të cilat nuk promovohen mjaftueshëm. Jo për shkak se ata nuk dojnë, jo për shkak se nuk janë të interesuar, por për shkak se mungon edhe hapësira për mu promovu komunitetet Roma Shkali dhe Egjiptian. Edhe gjithmonë ekziston një farë mendimi që komunitetet Roma Shkali Egjiptian në shumicën e rasteve nuk po e kanë një kulturë ose nuk po e kanë një traditë ose çka do qoftë. Megjithatë, festivali multikulturor është çaj i cili ka me e promovu këtë kulturën, ka me i promovu traditat të tyre. Po në të njëjtën kohë edhe ka me tentu me i fuqizu komunitetet Roma Shkali Egjiptian në forma të ndryshme. Festivali multikulturor është një ngjarje e cila ndodh tash 8 vite, edhe është një festival i cili po promovohet vazhdimisht tek shoqëria. Për shkak se krejt qëllimi i këtij festivalit është vetëdijsimi i shoqërisë mbi ata se kush janë komunitetet Roma Shkali dhe Egjiptiane dhe vazhdimisht po tentojmë që me i bashku të gjitha komunitetet edhe me festu për disa ditë një festival i cili i lidh krejt çdo komunitetet. Kështu që datat 23-26 kanë me qenë ato data kur të gjithë kanë me pas mundësinë me u bashku kësaj nismës. Dhe kur the që tentojmë me i bashku jo vetëm komunitetet Rom Egjiptian dhe Ashkali, ju do të përzini edhe të ftuar edhe kultura nga Bosnja, nga edhe komunitetet tjera. Po, gjithsesi, festivali multikulturor nuk është festival në të cilin kemi me pas promovime vetëm të komuniteteve Roma Shkali Egjiptian. Do të ketë mundësi që të bashkohen edhe komunitetet të tjera, për shkak se krejt ideja e këtij festivalit është të bashkohemi të gjithë. Siç e ka dhe emrin, multikulturor. Po, normal, ashtu. Kështu që ashtu edhe siç është edhe emri, siç e përmende, multikulturalizmi është diçka që duhet me na bashku, është një slogan i cili na ngre me qenë me një vend të përbashkët, tu mos e pa se cilës kulturë ose komunitet dikush i përket, por thjesht të dalim edhe t'i festojmë të gjitha të mirat që i kemi. Kështu që kjo ka me qenë ajo ideja ndoshta kryesore për cilën jemi duke punuar në lidhje me këtë.